Arlind, këtë javë bashkë me deputetin e Lëvizjes Bashkë, Redi Muçin, ishit në Martanesh për të protestuar atje me banorët. Por Top Channel nuk e kishte censuruar fjalën tuaj. Çfarë ke ti për të thënë për këtë? Nuk është fare habitshme, Top Channel dhe përgjithësi televizionet e mëdha kanë disa probleme me Lëvizjen Bashkë. E para është qëndrimi ynë ndaj oligarkisë, dhe fakti që ajo që ne themi prek interesat e tyre drejt për drejta. Por rastin e Top Channel besoj ka dhe një arsye tjetër. Në muajt e fundit ka dalë një skandal ku prokuroria e Fierit ka nxjerrë përgjimet për të dy punonjësit bankersit, të cilë flisnin për blerjen e heshtjes televizive dhe mes televizioneve të cilët kishin blerë heshtje, pra që mos përshpironin protestet e punëtorëve të bankersit, ishte edhe Top Channel me klanin. Unë e kam thënë disa herë publikisht, e kam kritikuar disa herë publikisht këtë qëndrim Top Channel, klanit dhe televizionet e tjera, dhe me sa duket, sigurisht edhe Top Channel ka menduar që është në thonjza me etikën televizive të zhduk pranin time dhe Redi Muçit nga protesta e banorëve të Martaneshit. Gjithsesi, ne në Lëvizjen Bashkë nuk duam t'ia dimë për këtë gjëra, se nuk do bëjmë kurrë kompromis në kurriz të zvërtetën, do mbyllim kurrë gojën për fituar një çik më shumë kohë televizive, për ne vërteta edhe drejta janë të shenjta dhe jemi të gatshëm të bëjmë sakrifica shumë më të mëdha se sa thjesht koha televizive. Faleminderit.